familjet kanë degradu plotësisht. Rinia është për momentin katastrofë. Të ditën telefon, ka kafica, tjetër të nas ka kurrë. Po, familja është fajtor, për fëmin që del për shtëpisë është familja fajtor. Sa edukohet në shtëpi, nuk edukohet dikon tjetër. Është prind po shkojnë në shkolla, nuk fillojnë arsimtarët me kry punën e vetë që kanë kry përpara. Që aty është këtë problemi. Mos ma prek, djallë mos ma bo, djallë mos ma si, djallë mos e smit, normal që po degradojnë. Djallë është në dorë tonë, ti e din çka bën me ta. Në shkollë është ti. Në shtëpi është tonë, në shkollë është ti. Ti a rre, a ngre flokt, a ngre veshën, është problemi ju. Po kalon. Mirë, faleminderit. Prej gaj pra vjen? Prishtinës. Prishtinës. Po. A jeton Prishtina jashtë dikon? Prishtinë jam lejë më rrit, Prishtinë jetoj tonë. Se më ndova mos gjashtë se kemi që përami të shumë të gjashtë. Ja. A më tregon si sheh sot familjet tradicionale? A janë familje që kanë qenë të kaluar? Ja, familjet kanë degradu plotësisht. Rinia është për momentin katastrofë. Shumë gjendje të keqe. Se s'kan me çka më marr. Të ditën telefon, ka kafica, tjetër të nas ka kurrë. Edhe se më ndërtu parë, me pas smit ku me shku, më ndërtu fushat sportit, më marrë me sport smit, me kulturë, të nga s'ka kurqë. Qka menohet të nga më bu, banesa, asfalt, senti të rrisë. Sa i përket rinis, respektin edhe familje, a shenë ndoshta që ata që fajtojnë mund të qenë janë prind? Po, familja është fajtor, për fëmin që del për shtëpisë është familja fajtor. Sa edukohet në shtëpi, nuk edukohet dikon tjetër. Po është probleme në për shkolla, për para na jemi edukuar në për shkolla, se është institucion edukativ arsimor. Duhet edhe në shkollë më eduku. Po, tash prind po shkojnë në për shkolla, nuk fillojnë arsimtarët me kry punën e vetë që kanë kry për para, që aty është këtë problemi. Mos ma prek, djallë mos ma bo, djallë mos ma si, djallë mos e smit, normal që po degradojnë. Se kur e lëmën thmine nuk e lenë me eduku arsimtarin edhe me mësu që është dinaj, atëherë është fajtë na, së është arsimtarët. Do që janë të rrezikon edhe arsimtarë që ndoshta kanë shumë prej prindeve që i japin presion që mos fëmijën mos më prek ose diçka. Po. Unë kam raste që kam dy fëmijë kam shkollë. Dy fëmijë kam shkollë. Për shembull, unë kur shkojnë mbledhjes prindve, unë i kam thonë edhe arsimtarës edhe mësuesës, se një kam shkollë fillore, tjetër në shkollë të mesme. Djali është në dorë tonë, ti e din çka bën me ta. Në shkollë është ti. Në shtëpi është tonë, në shkollë është ti. Ti a rre, a ngre flokt, a ngre veshën, është problemi joti. Aty ti e din, aty unë nuk të përzin. Po ças kam qef, më lëndu djali s'kam qef. Më lëndu me mona lëndim, ato s'kam qef. Për që e rre, e jep në që plak, ja ngre veshën, ajo është shumë normale. Nëse dërë me të duku fëmija. Po du si prind, kogja i dha intervistës, i dha një shkëlqem, me thonë që rrallë prind kanë pranu një gjotë tillë, ta thojnë. Shkjo është realitet. Shumica, domethënë, kanë anu të prind që arsimtarët domethënë janë fajtorë, që nuk merren shumë. Ja, s'është e vërtet. S'është e vërtet hiç. Nuk është e vërtet. Fojën e kena na, se kanë arsimtar. Fojë është e prind. Ti nëse ke qenë në shkollë, edhe tash i kallzon aty çka më bën me fëmijën tonë, atëherë pse pëlqen moje të shtëpia, ti mëso, ti eduko. Këtë është fojët e prind. Nuk ka arsimtarë s'kan fajë. Ata janë në pozitën më të vështirë për kredi. Për momentin. Çaj kishte thonë një mesazh gjithë prindëve. Prindëve kisha thonë, jeni mësuesit edhe arsimtarët në të bëjmë punën e vetë. Edhe sa më pak fëmijë me lënë telefon, sa më shumë aktivitete kulturore, aktivitete sportive, në të zhvillohen fëmijët, në të edukohen me sport, se sporti është sani më i miri për më eduku. Sporti është gjoja më e mirë më eduku. Ishte shumë kënaqësi.